kush jep gjykime të menjëhershme, kush mirret me akuza, kush mirret me gjykime, ai që s'ka dije, ai që s'ka përmbajtje, ai që s'ka çka mi thon njerëzve, ka lënë udhëzim. Ai që ka argumente, ai që ka dije, ai që ka breng udhëzim njerëzve, ai mirë me mësuar se ka çka mi u dhon. Nga sa ajeti se gjykimi njerëzve është barikad, pengon. Gjykimi është faza finale. Kur gjykosh për dikon s'është i tillë, s'ka më hapësirë për me mësu mo. Nuk ka më hapësirë tashmo për me udhëzu, për shkak se gjykimi është një barierë, gjykimi është një pengesë. Pa e të ndërozër, nëse ti për shembull me rrethin tënë, me mesin tënë, fillon me i shynjerët, kë karon këtë gjuna, këta janë kështu, për shembull, angazhimit për mi klasifiku njerëzit në bazë të gjunat, a jap mundësi me mësu, apo e kufizon mundësinë e mësimit? E kufizon mundësinë e mësimit. Edhe të merr kohë, por e krijon barriera me njerëz apo. Ata që s'kan dije, ata që nuk kanë urtësi, ata që nuk kanë çka më dhon njerëzve, kalojnë në gjykim. Kalojnë në gjykim. Ata që kanë shumë për më dhon njerëzve, e lënë gjykim për fund, pse? Se kanë çka më dhon para gjykimit, kanë çka më thon. E shenë shpesh në mesin e besimtarë fatkeqësisht nga një kota aty që gojën e kam plot gjykim. Mirë, para se me gjyku, çka i ke mësuar njerëz, çka i ka thonë njerëzve? S'ka çka më thon. S'ka çka më thon. Nga se çdo e dyta fjalë e tij realisht e shpihen në gjykim, për shkak se mentaliteti është kështu i ndërtuar. Është mentaliteti i gjykimit, jo i mësimit. S'ka çka më thon njerëzve.